Prania juaj këtu sot tregon qartë se arsimi nuk është vetëm temë diskutime, por është edhe përgjegjësi e përbashkët. Desha të filloj t'ju kthej pak mbrapa në kohë, në vitin 2023 në dhjetor, edhe një herë Kosova u përball me një realitet të hidhur. Në testimin ndërkombëtar PISA, vendi ynë doli ndër përformuesit më të dobët në botë, për herë të tretë radhazi. Ndër përpjekjeve të mëdha për t'i dhënë një përgjigje apo një arsye këtyre rezultateve që po prekin në të ardhmen e fëmijëve tanë, u dha dhe shpjegime indikimet e pandemisë famkeqe edhe në arsimin e nxënësve tonë. Po, sigurisht, mund të arrijmë në një konkludim të përbashkët që pandemia ka ndikuar kudo. Por, pandemia nuk e shpjegon vitin 2015 dhe nuk e shpjegon vitin 2018. E vërteta është që ne po refuzojmë të pranojmë realitetin tonë në arsim dhe po refuzojmë reforma që prekin strukturën dhe jo vetëm fjalorin. Në atë moment, mendova se reagimi nuk mund të jetë një trezë e vogël apo një konferencë shpejt për media. Reagimi duhet të ishte më i madh, duhet të ishte shoqëror dhe duhet të ishte një kërkesë publike e artikuluar qartë që vjen nga qytetarët dhe komuniteti ynë arsimor, jo vetëm nga një grup njerëzish apo një individi. Dhe pikërisht aty u aktivizua rrjeti Roskap, rrjeti i organizatave të shoqërisë civile në arsimin parauniversitar, i krijuar 2 vite më parë. Ne u mlodhëm dhe thamë, nëse arsimi është në krizë, atëherë edhe përgjigja duhet të jetë në nivel të krizës. Jo me panik, po me seriozitet, organizim dhe propozime konkrete. Sot me lejoni që t'i falenderoj të gjithë rrjetin e Roskap, të fillu për organizatës Bonevet, ETEA, Qendra e Arsimit të Kosovës KEC, LAPS, ORKA, Qendra për Studime Gjinore, Qendra për Hulumtime Psikosociale, Teach for Kosova, Qendra FIT, KCDE dhe SOS Fshatrat. Faleminderit që asnjëherë nuk hezituat të kontriboni dhe u bashkuat të gjithë se kur të ishim një. Dhe sot jemi bashkë me një qëllim. Kjo punë të dashur të pranishëm nuk u bën nga një organizat. Kjo u bën nga një rrjet që vendosi të marrë përgjegjësinë. Dua të theksoj që takimet tona nuk ishin të financuara nga ndonjë donator specifik dhe nuk ishin aktivitet i ndonjë projekti ekzistues. Ne u mlodhëm çdo javë sepse arsimi nuk pret. U mlodhëm për të diskutuar se si mund ta sjellim vëmendjen publike tek reformat arsimore, por edhe për të propozuar politika që janë të mira për sistemin dhe njëkohësisht të drejta për mësimdhënësit dhe të dobishme për nxënësit. Pas shumë diskutimeve dhe një proces transparent i votimit brenda rrjetit tonë, vendosëm të fokusojmë kërkesat tona në 3 politika konkrete. E para, pensionimi i parakohshëm vullnetar për mësimdhënësit mes moshës 55 dhe 64 vjet. E dyta, riorganizimi i rrjetit të shkollave me më pak se 60 nxënës, dhe e treta, vlerësimi periodik i performancës për mësimdhënësit në të gjithë Kosovën. Me 7 mars 2024 e shpallëm peticionin kombëtar me synimin që të mbledhëm 10.000 nënshkrime. Ne e dinëm se mund të shkonim direkt te kuvendi ose direkt te qeveria, por në vend të këtyre alternativave ne zgjodhëm peticionin për një arsye, sepse besuam që kërkesa për arsim më të mirë duhet të vijë nga shoqëria në tërësi. Për 6 muaj arritëm të realizojmë synimin dhe dorëzuam mbi 12.000 nënshkrime në kuvend. Ishte një mesazh i qartë. Qytetarët e Kosovës nuk po kërkojnë kozmetik, po kërkojnë ndryshim. Sot do ta dëgjoni një prezantim nga kolegja jon Hatixha Zeka nga Toka, lidhur me hulumtimin që është zhvilluar mbi këto 3 politika. Po ashtu do të kemi panele diskutime me ekspertë të institucioneve arsimore për të diskutuar implementimin praktik i këtyre 3 politikave. Në këtë fjalë hyrëse, dua shkurt të shpjegoj pse këto 3 politika u zgjodhen dhe çfarë mund të thonë ato në praktik. Politika e parë është pensionimi i parakohshëm vullnetar. Qëllimi kryesor këtu është ta krijojmë një rrugë të drejtë dhe njerëzore për mësimdhënësit që duan të tërhiqen më herët, pa detyrim, pa presion dhe pa stigmatizëm. Është e rëndësishme me ditë që është krejtësisht në baza vullnetare. Asnjë mësimdhënës nuk detyrohet, por realiteti është se numri i nxënësve në Kosovë po bie
Dhe ne kemi shkolla ku në disa raste ka pothuajse po aq nxënës se sa mësimdhënës, ose klasa me 2, 3 ose 4 nxënës. Kjo ka krijuar suficit të stafit, të shpërndarje jo efikase të resurseve njerëzore që i kemi në arsim. Në analizën tonë, mbi 60% të mësimdhënësve të kësaj moshe kanë thënë se do ta shfrytëzonin një mundësi të tillë. Mësimdhënës me smundje kronike, mësimdhënës që nuk e kanë më energjinë e nevojshme për profesionin, mund të përfitojnë. Dhe një element kyç është që këta mësimdhënës nuk do të zëvendësohen automatikisht me mësimdhënës të rinj. Kjo do të ndihmonte gradualisht sistemin edhe në aspektin financiar, edhe në aspektin e planifikimit të resurseve njerëzore. Politika e dytë është riorganizimi i shkollave me më pak se 60 nxënës, një temë që është flit për shumë vite në Kosovë. Kjo është lidhur drejt për drejt me politikën e parë. Nëse riorganizojmë shkollat dhe sigurojmë transport për nxënësit, nuk do të kemi më klasa me 2 apo 3 nxënës. Nuk do të kemi më situata ku paralelet janë aq të vogla se nuk mund të krijohet një atmosferë e mirëfilltë të nxënit, as investimi i qëndrueshëm, as jetë shkollore e mirëfilltë. Po ashtu, objektet ekzistuese mund të ripërdoren, për shembull, si qerdhe ose për shërbime komunitare. Kosova ka mungesë të madhe të qerdheve, siç e dimë ne të gjithë. Shumë familje po largohen nga fshatrat jo sepse nuk ka shkolla, por sepse nuk ka qerdhe dhe shërbime bazike për fëmijët e vegjël. Kjo është edhe çështje zhvillimi, por është edhe çështje demografike. E kuptoj frikën që riorganizimi i shkollave mund të nënkuptoj humbjet e veneve të punës për mësimdhënësit. Por, prandaj këto politika janë menduar të harmonizohen me njëri tjetrën. Nëse riorganizojmë shkolla, edhe kjo politikë ecë bashkë me pensionimin e parakohshëm vullnetar, efektet mund të balancojnë njëri tjetrën. Natyrisht, çdo komunë duhet të ketë planin e vet, me mbështetje të ministrisë dhe të shoqërisë civile, që ky proces të jetë i drejtë dhe i zbatueshëm. Politika e tretë është vlerësimi periodik i performancës së mësimdhënësve në Kosovë. Dua të jem shumë i qartë. Kjo nuk është kërkesë për testim të mësimdhënësve. Është kërkesë për një proces të rregullt, profesional dhe të drejtë, që ndihmon zhvillimin, identifikon nevojat dhe rrit llogaridhënien e përmirëson cilësinë në arsim. Personalisht, unë ndihem kompetent të flas për këtë temë, sepse studioj vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. Dhe Teach for Kosova ka realizuar një projekt më të madh në vend, ku më shumë se 500 mësimdhënës janë vlerësuar nga organizata jonë dhe më shumë se 6.000 nxënës janë anketuar në projektin tonë. Dua të ndaj vetëm 2 gjetje kryesore nga kjo hulumtim. E para është që 97% të nxënësve në hulumtimin tonë kanë thënë se mësimdhënësit kanë njohuri shumë të larta në landën e tyre. E dyta, nuk pam rezistencë nga mësimdhënësit ndaj vlerësimit. Nga gati 500, vetëm një mësimdhënës e refuzoi vlerësimin. Kjo tregon se kur procesi është i drejtë dhe bëhet për qëllim të zhvillimit, edhe pranohet nga ana e mësimdhënësve. Të dashur të pranishëm, unë shpresoj që konferenca e sotme të jep një hap të rëndësishëm drejt veprimeve institucionale, jo vetëm drejt bisedës. Roskap e nisi peticionin me bindjen se reforma duhet të vijë nga gjithë komuniteti arsimor, jo nga një person apo një grup i vogël. Dhe sot, prania juaj këtu tregon se ky komunitet ekziston, është i gjallë dhe është gati të bashkëpunojë. Le ta përdorim këtë ditë për të folur hapur, për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të dalë me hapa konkrete. Nëse duam një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, atëherë duhet të vendosim sot për politika më të mençura, më të drejta dhe më të qëndrueshme. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj punë të mirë në këtë konferencë. Kjo konferencë organizohet në kuadër të ROSCAP, rrjeti organizatave të shoqërisë civile në arsimin parauniversitar, ku bëjmë pjesë 14 organizata të përkushtuara për edukim dhe rini. Për më tepër nuk është rastësi që jemi mbledhur pikërisht në këtë periudhë të marsit, për ne ky muaj që lidhet me 2 data domethënëse. Me datën e 7 marsit, ditën e mësuesit, ditën kur nderojmë punën dhe rolin e gjithë mësimdhënësve. Dhe gjithashtu 2 vjetoren e nisjes së peticionit për shpëtimin e arsimit, një rrugtim të cilin së bashku me organizatat e kemi nisur më 7 mars 2024 dhe që prej atëherë po e çojmë përpara me avokim të vazhdueshëm, duke përfshi edhe konferencën e sotme.
Përmes konferencës do të shohim raportin hulumtues mbi 3 pikat që i trajtojnë peticioni për shpëtimin e arsimit, si dhe rekomandimet tona praktike. Po ashtu, do të kemi 2 panele diskutime, një me ekspert, ndërsa paneli i dytë me përfaqësues të institucioneve, ku do të shqyrtojmë rekomandimet e tyre, perspektivat dhe mbi të gjitha si mund të zbatojmë këto 3 pika të peticionit në praktikë.